Përshëndetje dashur miq. Sot isha në ambientet e burgut Jordan Misja 313, para burgimit më sakt, isha duke biseduar me presidentin dhe me zotin Meta dhe në moment që ishim duke diskutuar, ai mori vesh lajmin për që jati i tij, babai i tij, tashmë i ndjer kishte ndërruar jetë. Padyshim presidenti e mbajti veten dhe por gjithsesi ishte një lajm shumë i trisht që të mësosh për vdekjen e njeriu të afërt që nuk kthehet më në këtë botë, babain në ambientet e paraburgimit. Padyshim shumë shqiptar ndodh kjo, por unë isha prezent vetë sot kur presidenti e mori lajmin dhe për sinqerisht ka treguar një dinjitet dhe një vetë përmbajtje të cilën unë e admiroj. Kjo ka qenë sot dita më e keqe për mua.